Qeveria e provincës së Ontarios ka njoftuar një masë të re që synon të lehtësojë barrën financiare për qytetarët në tregun e pasurive të paluajtshme. Për të gjithë blerësit e shtëpive të reja, pavarësisht nëse janë blerës për herë të parë apo jo. Ky vendim vjen në një moment kur çmimet e banesave dhe kostot e jetesës në Ontario, veçanërisht në zonat urbane si Toronto dhe GTA, vazhdojnë të mbeten të larta, duke e bërë gjithnjë më të vështirë për shumë familje hyrje në tregun e pronave. Aktualisht, sistemi i rimbursimit lejonte përfitime të kufizuara, kryesisht për blerësit për herë të parë dhe për banesa brenda një niveli të caktuar çmimi. Me ndryshimin e ri, rimbursimi do të zgjerohet për të gjithë blerësit, duke eliminuar disa nga kufizimet ekzistuese. Do të përfshihet një gamë më e gjerë pronash të reja, përfshirë shtëpi të ndërtuara rishtazi dhe njësi të reja banimi. Synohet që një pjesë e konsiderueshme e taksës HST të rikthehet tek blerësit, duke ulur kostot fillestare të blerjes. HST në Ontario është 13%, 5% pjesa federale dhe 8% pjesa provinciale, dhe rimbursimi mund të përkthehet në kursime prej $10,000 për blerësit. Qeveria e Ontarios e sheh këtë hap si një ndërhyrje të nevojshme për të përballuar krizën e përballueshmërisë së banesave, nxitur ndërtimin e banesave të reja, rritur ofertën në treg dhe për të stabilizuar çmimet. Sipas autoriteteve, lehtësimi fiskal për blerësit pritet të krijojë një efekt zinxhir, duke inkurajuar investime në sektorin e ndërtimit dhe duke ndihmuar zhvilluesit të përshpejtojnë projektet e tyre. Ekspertët e pasurive të paluajtshme vlerësojnë se kjo mas mund të ketë disa efekte të menjëhershme: rritje të interesit për blerjen e banesave të reja, shtim të kërkesës në projektet në ndërtim, lehtësim për familjet që aktualisht hezitojnë për shkak të kostove të larta. Megjithatë, disa analistë paralajmërojnë se pa një rritje të ndjeshme të ofertës, rritja e kërkesës mund të ushtrojë presion shtesë mbi çmimet. Konteksti federal. Kjo nismë provinciale vjen paralelisht me masa të ngjashme në nivel federal, ku janë propozuar lehtësime për blerësit për herë të parë përmes rimbursimit të pjesës federale të taksës, GST, duke synuar një mbështetje më të gjerë për hyrjen në tregun e banesave. Zgjerimi i rimbursimit të HST për të gjithë blerësit e banesave të reja përfaqëson një ndër hapat më të rëndësishëm të fundit nga Ontario për të adresuar sfidat e tregut të shtrehimit. Në një kohë kur shumë familje përballen me vështirësi financiare, kjo mas synon të krijojë më shumë akses, më shumë mundësi dhe një treg më të balancuar për të ardhmen.